Rikthehemi sërish drejt për së drejti në Vizion Plus në live në mëngjes, ora shënon 8:11 minuta dhe ndalemi tashmë në temën e radhës dhe ka të bëjnë fakt me promovimin që i bëjmë artit zakonisht në emision. Dhe ndalemi tashmë tek një premier të paktën për kryeqytetin, duke qenë se premierën zyrtare ka pasur në qytetin e Elbasanit. Një diplom për njerëz të zakonshëm është shfaqja më e re që ka ardhur në kryeqytet me regji të Anila Ballës dhe me tekst skenar apo le të themi autor të Lorin Terezit, i cili njihet ndryshe si regjisor filmi, gjithashtu regjisor teatri, por ka filluar ta provoj veten edhe në gjinin e dramës, si dramaturg. Do të kemi kënaqësi ditën e sotme të kemi Lorin Terezin për të folur për këtë iniciativë të re në jetën e tij dhe mbi të gjitha edhe një nga aktorët e shfaqjes, siç është Marcel Papleka. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Shumë kënaqësi t'ju kemi. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që jeni këtu. Kam përshtypjen që është bërë një punë e mirë dhe i referohem këtu edhe postimeve që kam parë gjatë orëve të fundit në rrjetet sociale, sepse shpesh herë në këtë kohë ku jetojmë bëjnë indicie shumë e mirë për të kuptuar edhe sa e kanë shijuar një shfaqje, kështu që përgëzime për këtë punë. E nisim pak nga titulli edhe nga ideja që patet për sjell një shfaqje me një diplom për njerëz të zakonshëm. Pse një titull i tillë? Sepse tash tentativa jonë dhe lufta është kthyer për të bërë i zakonshëm dhe zakonshmja është ajo më e lehta për të socializuar, për të shkuar sa më afër suksesit, kesh një punë, kesh ca gjëra të stabilizuara, të duhet dhe kjo, duhet kjo, janë disa modele të shoqërisë që ngrenë kultin e normales. Po pa pyetur gjithmonë, duke harruar gjithmonë, pyetesh a e do ti vërtet ta bësh atë gjë, kush je ti në të vërtet, si e ndërtuar ti, dhe gjithë ky presion, dhe paradoksi është ndërmjet ti presioni që ke nga shoqëria dhe nga modelet në raport me atë që ti je dhe do të bësh vërtet. Megjithatë, Lorin, ti ke mbaruar regjisor teatri. Sigurisht ke pasur një qasje të ndryshme her pas here me televizionin, me filmin, gjithashtu si regjisor filmi, duke marrë pjesë në festivale, çmime të shumta. Ke filluar të provosh veten tënde në dramë. Si lindi ideja për të shkruar? Apo jam unë i fundit që e ka marrë vesh këtë fakt? Ne jemi një gjenerat, unë të vlerësoj dhe kam vlerësuar gjithmonë që në shkollë, dua të jemi sinqert, kur thua dramaturg është e frikshme se po tani ashtu quhesh do s'do. Unë gjithmonë kam insistuar që mos shkruaj, po të shkruaj teksti ose është një terapi dhe një kënaqësi shumë e madhe të provosh me shkruajt. Nuk e kisha provu, por më tepër ta shikosh që e thon tekstin sken. Unë jam sprovu me dialogje në skenare, që më dha një lloj vetbesimi për të ecë me linjën e personazhit me gjitha. Dhe pastaj temat e gjërat më kanë bërë që të elaboroj ndonjëherë nga nevoja, se ashtu ka qenë projekti gjitha për të provu. Po nëse më thu për shembull dramaturgji, trembëm se them, domethënë të paktën me qenë realiste gjitha. Brenda modestisë gjitha, mendoj që ka marrë një shije që ajo ka funksionuar. Unë nuk kam shku të elaboroj, ne kemi shku gjithmonë në gjërat që kemi afër vetes, problematika dhe një gjë që kemi pasur përpara me fondi zvicerian dhe tash me javën europiane. Gjëra që kemi afër vetes, problematika dhe gjëra dhe personazhe. Anila punon në një formë laboratori që merr dhe krijon pa pasur akoma një tekst të fillt, merr dhe krijon situata që lindin, ashtu siç lindën dhe këto tre personazhe. E bukur këtë herë ka qenë se koha ka qenë shumë e shkurtër dhe presioni i kohës për të dalë, për të arritur premierën javën europiane që fillon me datë 10. Ne diku kemi fillu me Marcelin po flisim, kemi fillu diku nga java parë, javën e parë të prillit, duke provuar, duke gjetur personazhet. Dhe pa dashje, në këtë lloj presioni për të ndërtuar dhe për të kapur kohë dhe për të qenë mirë, kanë dalë disa gjëra nga pavedia, nga e përditshmja jonë, për të mbushur dhe për të krijuar dialogje që pas kanë fjet brenda meje, brenda nesh, me të gjitha për të krijuar midis tre personazheve të jashtëzakonshme, me i të shkuar surreale, me kriju diçka interesante që pastaj për t'i fut në këtë trystinë të zakonshmes që është ky institucioni jo real për t'i kthyer dhe për t'i interesante shumë mënyra se si e keni ndërtuar shfaqjen. Marcel, ndalemi pak bashkë. Si e gjetë ti veten pjesë e kësaj shfaqje dhe më pas për të folur pak për eksperiencën, sikur na e shpjegoi edhe Lorini, keni kaluar në një working process, pra provë pas prove keni dhënë maksimumin nga vetja dhe më pas keni seleksionuar pjesë dialogjesh apo situatës, të cilat më pas janë materializuar edhe në shfaqjen e plot. Ndalemi pak tek mënyra se si ti u qase, u gjende në këtë shfaqje. E herë do me falenderu Anilin edhe Lorinin, se e banet mutën që unë me kanë pjesë e kësaj shfaqje. Jena njoftë në një shfaqje në Shkodër, duke prej djalin me Meritas Majna State Fanin, kena ba një shfaqje në Shkodër. Atëherë Anila më kontaktoj për... I ke rënë në sy pra si aktor, i ke pëlqyer?
Po, thëmë se po. Për sa kohë kjo vazhduar bashkëpunimi, pa tjetër. Edhe me thirrën të shfaqja. Fillim ishte laborator, që tha dhe Lorin. Dhe më thënë, ishte hera parë një teme që unë isha has me një laborator, se unë faktikisht unë e kam kryer për violin, pa qka se unë kam bëha shfaqje, të artë e migjeni, të eksperimentali, kam bëha, po laborator ishte hera parë, ishte Pra shkollë. ti e violinist. Kam kryer për violin. Interesant. Dhe bën dhe aktorin. Po. Ke një dhunti, pra ke një talent që arrin ta bësh këtë gjë, apo jo? Po, thëmë se po, Dhe shikon nga Lorini, them se po. Edhe besoj, ke ishte njoftja që Anila ma ofrej, me onë prej kësaj... E qartë. Këtu ishte ajo spunto edhe, Po. më pas ju çoj në këtë bashkëpunim. Laborator ishte shumë ishte shkollë për mu, ne kena thënë, si tha Lorini, kena shkru tekstin, nëpërmjet që kena thënë shpesh gjana... Pra ka qenë një bashkëpunim mes të gjithë. Bashkëpunim, po. Atje Lorini e ka rregullu, e ka bëha shumë gjana të bukura, por besoj kena ka një grup që kena Një grup i mirë pune. Po, kena shkru mirë shumë. Kush luan tjetër në vepër, Lorin? Është Lindar Kaja, Eva Gjika dhe Ermela Ruri. Janë të gjithë aktorë, le themi, përveç ndoshta Ermelës dhe të Brezit të Rijave. Po. Edhe si ka qenë bashkëpunimi mes aktorëve, regjisë dhe dramaturgut, se është një, le themi, trekëndësh interesant që krijohet dhe duhet të jeni patjetër bashkëpunues për të nxjerrë një produkt të mirë. E para njërë është të krijon një solidaritet, sepse mendoj që një e para vjen nga dëshira sigurisht për të nxjerrë një produkt mirë, e së dyti vjen nga fakti që ke një presion të kohës që duhet zgjidhur. Për shembull, personazhet janë ndërtuar në një formë tillë që ne krijonim situata dhe ato thonin krijon të Anila me formën e vet dhe ato thonin çati vi dhe vetë personazhi Marcelit, se çdo njeri kur do të krijojë diçka nxjerr nga pavedia disa gjëra, për shembull Marceli normal do fliste për violinën se është violinist. Po pastaj ka dhe disa njohuri tjera për gjakmarrjen, për performa tjera. Dhe pastaj u vendos që në formë sipër duke pa kur fillon konsolidohet personazhi dhe shifet, pam që ai mund të ishte një ish violinist që ishte dashur të merrte gjak për harp. Fillon krijon edhe biografinë e personazhit. Fillon pak nga pak, pastaj Eva tha unë kam qenë në Burg, se kam lindur në Burg, se jam fëmia i një nëne që kam qenë barkun e nënës kur mami vrau babin, një temë nga Kronikat e Zeza. Po këto nuk kanë dalë, nuk kanë qenë të planifikuara, këto kanë dalë si në diskutime sipër dhe pastaj u vendos për këto personazhe dhe u ndërtuan dialogje dhe u zhvillu në një strukturë të vetën që na mësoi. Ka patur një pikë të vështirë, Lorin, gjatë këtij procesi, edhe për ta përshtatur? Pika e vështirë ka qenë sa të vendosesh e paradoksi, sepse e gjitha është, ka tentativa gjithmonë dhe ke shembull gjithë, po është një pjesë e ndërtuar në paradoks. Për shembull, artikulohen si gjëra të duhura, ato që janë të mirat, vlerat dhe virtytet, artikulohen si gjëra të gabuara. Dhe shkolla predikon, kjo zysha e këtij reali tjetër që është, predikon me qenë njeri i zakonshëm, me mbyll gojën, me marat rrog, me bën domethënë ca gjëra të kundërta me dëshirat e tyre dhe kjo krijon një paradoks sepse artikulohen si të duhurat ca gjëra të jo të mira. Megjithatë, nëse i referohemi shprehjes klasike çfarë ka dashur të thotë autori, nuk vlen në këtë rast sepse autori ka qenë prezent në këtë vepër dhe për çdo pikpyetje që aktorët mund të kenë pasur i referoheshin autorit në këtë rast. Dhe është fat për shembull të punosh me autorë që janë gjallë, sepse zakonisht ne analizojmë autorë të cilët nuk janë më në jetë, çfarë ka dashur të thotë Shakespeare, Çehovi etj me radhë. Sa i rëndësishëm ke qenë në këtë proces, Lorin? Domethënë sa të janë qasur aktorë? Në moment kur erdha se unë vija kështu shkëputesh her pas here shifja se isha kurioz se pa dashja e shef që afeksionohesh shumë, se të vjen jo do ta thos si e thot atë si e bën, e pastaj më thanë një moment që është ajo shpreha fam autori ka vdekur. Se fillova po ndryja shumë. Po unë jam gjallë. Perfekt. Jam gjallë. Që okej, është interesante. Mbaj mend që në kurat e shkollës që vrisim mendje pse e ka shkruar këtë gjitha. Ndonjëherë është shumë banale, ndonjëherë shkruan diçka që ke një ndjesi të momentit, të ditës, edhe vjen të vjen ta çosh në një drejtim të tillë sepse ashtu ke material për të ecur për ta shtyrë përpara dialogun. Dhe pastaj kur të pyesin ti artikulon shumë thjesht dhe në mënyrë banale që kisha këtë problem dhe më ndodhi kjo dhe prandaj kam thënë këtë për të kuptuar. Pastaj se sa vlerë ka për te kësaj për pjesën është tjetër gjë. Marcel, si ka qenë eksperienca në paktën në qytetin e Elbasanit që keni dhënë shfaqjen dhe më pas për të dalë tek premiera ditën e dieshme për kryeqytetin. Pra, si ka qenë qasja e publikut, me sa kuriozitet ju ka ndjekur, sa e ka gjetur veten?
Atëherë, në Elbasan është prej shumë mirë sikur se në Tiranë. Ndoshta jo me një numër një shumë sa ishte në Tiranë, se në Tiranë ishte salla mush. Në Elbasan ishte pothuajse mush në Elbasan. Ishte njerëzit na kanë prit mirë, një shfaqje që deri diku edhe me Lorinin kishim frikë të diskutu, a thua e kupton kush? Ishte një në frikë, ishte një sfidë për ne. Për të marrë mesazhet. Ne do të më thënë 110% që një gjë më pa shkput në publiku ishte fal ç'a bëhet kjo? Pse bën këtë lëvizje? Pse? U prit mirë në Elbasan, shumë mirë. Në Tiranë po ashtu, një njerëz falënderime. Pra jam i lumtur. Jam i lumtur se ndonjëherë prej shumë herë kam kanë shfaqje kam dhënë në Shkodër, kur dal në qytete tjera duket. Është pak thua din, pa shoh se janë nuk njeh kërkan pak në kështu më nuk njeh kërkan të çfarë. Po shumë mirë, na kanë prej shumë mirë. Shumë falënderues të Elbasanit, Tiranës, edhe Shkodrës. Lori, nëse do ndaleshim tek forma dhe përmbajtja që jam i bindur që ti ke shumë për të në kjo pjesë. Në këtë rast, le themi shfaqja i është qasur më shumë formës apo përmbajtjes, pra për të marrë kuptime edhe ajo që ti ke shkruar nëse do i referoshim. Mendoj që nisi nga forma, po mendoj, sidomos nga shfaqja djeshme, mendoj që ka pasur përmbajtje. Për këtë jam i gëzuar që edhe kjo u arrit edhe e plotsovi. Struktura është klasike, në vetvete janë 3 veta që merren një intervistë për të futur në një shkollë, pastaja me problemet e tyre, ato që artikulova këto dhe personazhe, pastaj duan të socializohen, fillojnë krijojnë një lloj misie me njëri tjetrin përveç dramave të tyre. Në fund artikulohen ato gjëra që duhet mësojnë dhe në fund fare bëhen të zakonshëm si të gjithë. Domethënë këtu s'ka absurdi dhe paradoksi që ndron në ato që artikulohen, ato që i thot Zysha dhe këto që marrin. A ke nota humorit ti si dramaturg? Po, unë kam ndjekur paradoksin, nuk është se kam tentuar që të krijoj humor, sigurisht dëshira është për ta bërë argëtuese, për ta bërë shfaqje për njerëzit, për të shkuar në publik, jo për të elaboruar filozofira dhe gjëra që nuk depërtojnë. Tani, s'mjelet mua ta them, mund të them vetëm rezultatin që ndjeva diçka që, dhe prandaj jam i gëzuar, ndjeva diçka që shfaqja shkoj në atë që do të thoshtë. Komunikoj me publikun. Komunikoj, mendoj. Dhe sa shfaqje do të keni të tjera në eksperimental? Jo, nuk. Kjo kishte në kuadër të javës europiane, ne kishim premierën në Elbasan dhe kishim edhe shfaqjen e dytë në eksperimental. Sa keq, e mbrullet me 2 shfaqje. Do të thënë, kjo është e trishtueshmja për këtë cikël, po qofim të që nuk e ditë. Do isha shumë kurios të ashia. Dje ne kemi pasur një përplasje me njëri tjetër, ndërkohë që ju kishit shfaqjen eksperimental, ne kishim prova në sallën tjetër me Ju ishit Otello. prezent me muzikë. Vinte fort muzika jo? Edhe Otello me zore presë. Ishte një kënaqësi më vetet ju kishim në studio, mbi të gjitha ty personalisht, duke qenë se të kam mik prej viteve të Universitetit të Arteve. Nëse nuk e di Brikena, tashmë po ta them si surprizë, unë me Lorin kemi qenë shumë shok. Vazhdojmë jemi, po takohemi pak më rrallë për shkak të impenjimeve. Mirë, po sallat i keni afër në teatr, kështu që është mungesë dëshire. Jo, është mungesë kohe, jo dëshire. Faleminderit shumë Lorin, shumë suksese në vazhdim. Faleminderit Marcel. Faleminderit juve. Do të shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi pas pak, do të flasim për negociatat me Bashkimin Evropian, në çfarë pike është tashmë Shqipëria në arritjen e atyre pikave të vendosura tashmë, vetëm pas pak.